por janë dhe në frymë të mbrojtjes demokracisë dhe kushtetuesës së Republikës së Kosovës, prandaj deputetët e LDK-s nuk mund të shkelin kushtetutën, se kjo kërkohet prej LDK-s, nuk do ta bëjmë asnjë. Po nga partia e parë po kanë kontraktuar ndryshim për dalën e partitë është pjesë politike, unë ftoj të mos bllokojnë, të bëjnë betimin institucional siç ka qenë e parapar me ligjin për qeverinë në vitin 2022, siç ka bërë LDK-ja në 2 raste parapar. Në vitin 2017, qeveria udhëhequr prej LDK-s ka dhënë ndërheshe, ka ardhur ka bërë betim në 4 vite më parë. Ju do ta kujtoni këtë 4 vite më parë këtu në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Atashi Moti, ministri i shëndetësisë Zemaj nuk kishin ardhur në seancën kostive për bërë shqetësoni, keni inqizimet, kanë ardhur në seancën pasuese, pasi kanë dorëzuar detyrat. Është rregull minimalisht demokratik, cilën LDK ka bërë edhe kur s'ka pas keq. Pra nuk duhet patjetër të kesh dish, të kesh logjik. Logjika është e thjeshtë, s'mund të jesh edhe ministër edhe deputet. Pra ne nuk po themi që qeveria të mbetet pa zot. Ne po themi që këta individ që kanë këto funksione s'mund të ushtrojnë ato. Bën të vendosë dikush tjetër. Fundja mund dhe të qëndrojnë qeveri dhe mos vinë seancën e kuvendit. Është çështje procedurale demokratike kushtetuese. Qëndrimi i LDK-s vetë të njëjtë do të vazhdojë deri. Ju falenderoj gjithë.